Rastet pozitive me diabet varionin nga 20 deri në 30, ndërsa sot në qarkun e Elbasanit numërohen deri në 600 të prekur. Të dhënat e mjekëve tregojnë një rritje të fortë të sëmundjes, ndërsa një pjesë e madhe e pacientëve nuk janë të diagnostikuar. Paralajmërimi nga mjekët është se diabeti po shfaqet gjithnjë më herët dhe kjo rrit nevojën e depistimit të hershëm, sidomos te grupet me risk të lartë. Në studimet që ne kemi bërë para viteve 90 kishte 20-30 raste të reja me diabet në qarkun e Elbasanit, ndërsa sot ka 400-500, për vetë ke 600. Përbën një sfidë shëndetësore shumë të madhe, jo vetëm për shëndetësinë e Shqipërisë, por edhe për gjithë shëndetësinë botërore. Parashikohet që në 2050 të ketë në gjithë botën 1.300.000 njerëz me diabet. Mjekët theksojnë se rreziku më i madh i diabetit nuk është vetë sëmundja, por komplikacionet që ajo shkakton në organet jetike. Një tjetër problem serioz mbetet diabeti i pa diagnostikuar, pasi shumë persona jetojnë me sëmundjen pa e ditur. Sëmundja e vërtetë e diabetit janë komplikacionet e tij, dëmtimet jep në sy, në zemër, në tru, në veshka. Jo vetëm shkurtojnë jetën, por krijojnë invaliditet të lartë. Ky është problemi i parë që kemi diabetin e pa diagnostikuar. 50% e njerëzve që janë me diabet nuk e dinë që janë me diabet. Mjekët ngren alarmin dhe për uljen e moshës së shfaqjes së diabetit, veçanërisht të tipit 2, i cili tashmë haset edhe tek të rinjt. Sipas tyre, parandalimi duhet të nisë herët përmes depistimit dhe edukimit shëndetësor. Mosha e shfaqjes ka zbritur poshtë. Takohet diabet tip 2 dhe ke 30 vjeçarët, kur ne e konsideronim diabetin si një sëmundje që ishte mbi 45 vjeçarët. Specialistët theksojnë se edukimi për aktivitetin fizik dhe ushqyerjen e shëndetshme, sidomos tek fëmijët, mbetet çelësi për frenimin e diabetit. Kapja në kohë dhe kontrolli i grupeve me risk të lartë konsiderohen thelbësore për të shmangur pasojat e rënda të sëmundjes.